O Rame, ti burri zgjoti e kështu në përgjithësi, po ngaherë bëhesh kokra gamori të plak. Çike këto postime ka ndodhur dhe në Portogali. Këto rënjet e tokave, edhe rënja e dheut që ka ndodhur në Shqipëri, ka ndodhur dhe në Portogali. Ja, tu doni shembull tjetër, e kupton? Që janë këto krahasime më burë, kupton? Thjesht po të flas në emër shqiptarëve, ngjova dikën në autobus sot. Nuk po ta them unë, e tha dikush në autobus dhe nuk e di kush ishte. Nëse kjo ka ndodhur në Portogali, diçka tjetër për shkakun që ka ndodhur me Ceausescu në Rumani, është që kanë shkuar dhe e kanë vrarë liderin. Kjo ka ndodhur me carin e Rusisë. Shkoj e shihni si e kanë vrarë zemra. A të vrasim dhe ty? Tha i tipi në autobus. Haj, gjithë krahasojmë gjërat e këqija. Nëse ngel populli pa bukë, ka për t'ju bënë një postim. Shihni o zemra, ka ngel dhe këto venet afrikane, këto Kongo, ka ngel pa bukë. Mos u ankoni se sinit parë që ngelni pa bukë. Se si duket ide e mirë kjo gjë, zemra. O njerëz, a kuptoni që është ju bërë rage bait? Thjesht do më pa aboni me nerva ajo. Ore këto video që bëj unë që më doli rryli mrapa ty dërgu këto mesazhe tani ty ja çu këto Ramës? Është i pani i çik. E keni harruar zemra që ky punon për ju dhe nuk punoni ju për të. Sa më u kujtua, kupton? Po mos ishte për votën tuaj, nuk do ishte aty. E kupton, nuk është shefi i shtetit, është menaxheri i lekëve të shtetit. Se del aty e thot ju kanë bë rrugë, ju kanë bë. Ky e ka bë me kazëm, me gjë, me lekë të vetra ka bë, jo, me lekë tona ka bë. Është thjesht menaxheri i lekëve, edhe është tu menaxhu lesht. Veç mos ndal çpara, plak, po ta them kështu nga shpirti, domethënë mos i mësuar me këto gazetare që i paguam me të lëpi bëthën. Po burrash po ta them, domethënë mos ndil në herë para, se kanë për të bë me qala aliot. Ke për ta pa. Hajt shipna.